Dinamo është eliminuar nga Champions League edhe pse fitoi 1-0 ndaj Sherifit të Tiraspolit në Qemal Stafa. Humbja 3-1 një javë më parë në Moldavi ka kushtëzuar kualifikimin e kampionëve të Shqipërisë, që gjithsesi dhuruan një paraqitje pozitive ndaj një skuadre me buxhet shumë herë më të lartë. Ndonse me disa mungesa të rëndësishme si Bakaj apo Diop, blut nuk kanë mundur të bëjnë dot mrekullinë edhe pse i shkuan shumë afër asaj. Goli Emiliano Vilës në minutën e 18 krijoi idenë se Dinamo do të bënte përmbysjen e madhe, por një gjë e tillë nuk ndodhi, duke e bërë që skuadra shqiptare t'i thotë lamtumirën që në turin e parë kompeticionit më të rëndësishëm europian për klube. Presidenti i Dinamos Besnik Sulaj kishte vendosur 250.000 euro premio për kualifikimin përballë kampionëve të Moldavisë. E megjithatë, goli i Vilës ka qenë i pamjaftueshëm, ndërsa argentinasi Martinena ka humbur disa mundësi të mira për të shënuar golin e dytë. Pas një pjesë të parë të dominuar totalisht nga Dinamo, në të dytën Sherifi Tiraspolit u mbrojt mjaft mirë, duke mos lejuar më hapësira. Gjithsesi, ndeshja u vendos më shumë nga rezultati arritur në Tiraspol, ku ekipi shqiptar u mund 3-1 fal edhe një arbitrimi të keq. Sherifi Tiraspolit është skuadra më e madhe moldave, që fiton rregullisht kampionatin prej vitit 2001. Ajo është pronë e presidentit të Republikës së Vetë Shpallur të Tiraspolit, Igor Smirnov, një ish shef i KGB-s ruse dhe ish funksionar i Partisë Komuniste në Bashkimin Sovjetik, që prej vitit 1990 ai ka shpallur Tiraspolin në Republikë të Pavarur, por ajo njihet vetëm nga Rusia dhe sot është një nga qendrat e krimit në Europë. Sherifi Tiraspolit ka një buxhet afro $15 milion në vit, ndërsa një vit më parë arriti të kalonte 2 ture të Champions League, duke u mundur më pas nga Olympiakosi.